pranga pikërisht në pranë terminalit të autobusëve në rrugën Kastriot. Një 24 vjeçar me banim në Bafore është gjatë kontrollit është gjetur një valize e cila kishte brenda saj një armë zjarri tip Kalashnikov, gjithashtu dhe municionin e saj luftarak. Paktën policia dyshon se arma ishte përshitje, ndërkohë që në pranga është vënë një 24 vjeçari, megjithatë dhe në këtë rast policia përveç arrestimit të tij tenton përpiqet të kuptojë se drejt cilëve persona 24 vjeçari do ta shiste armën e zjarrit tip Kalashnikov dhe si e ka siguruar, megjithatë deri në këtë moment është vetëm ai personi i cili është vënë në pranga për akuzën e shitjes dhe trafikimit të armëve të zjarrit. Por është e rëndësishme ajo çfarë ti thua, fakti që fokusohen hetimet dhe tek zbulimi i qëllimit apo jo, ose të arsyes për cilën po shitej kjo armë, që mund të çojë ndoshta në zbardhjen apo në parandalimin e një tjetër ngjarje. Ka shanse që kjo të ndodh, Kledi? Ka pasur precedent me çfarë ti kujton? Patjetër ka pasur precedent, ka pasur raste ku grup personash të cilët trafikonin armë zjarri, jo në këtë rast që është një person i vetëm, janë arrestuar dhe janë kapur në flagrant nga policia, madje policia ka pasur informacion edhe se armët drejt cilit grup kriminal do të dorëzoheshin dhe do të shiteshin, ashtu siç mund të jetë rasti i 24 vjeçarit me banim në Basore, i cili është arrestuar dhe policia ka bindjen që arma e zjarrit tip Kalashnikov ishte përshitje. Vetëm para ditësh policia e Tiranës gjeti një furgon me armë dhe municione në rrugën Mishin Fyri, ku dyshohet se do të përdoret për ngjarje të ndryshme kriminale. Tashmë kemi një tjetër rast ku një 24 vjeçar me valize po tentonte të trafikonte dhe të shiste një armë zjarri tip Kalashnikov. Në raste të tjera paktën nga hetimet e policisë ka rezultuar se këto armë shiten kryesisht tek persona me precedent më parë kriminal apo tek grupe kriminale që mund t'i përdoren më pas për ngjarje të ndryshme. E qartë, shumë faleminderit Kledi për